kështu kam thonë, shteti duhet hoxhallar t'i paguan. E kam thonë këtu? Po këtu. Prap po e them, jo që ne kena nevojë për 20-30 dinar, po kena nevojë normale, se edhe në njerëz jemi. Po edhe pa ato para kena me tu. Ama duhet bile një mirënjohje hoxhallarëve, asnjëherë s'ka ndodhur kjo. Hoxhallarët janë ata që në xhami e luftojnë kamatën, prostitucionin, kamatën, vjedhjen, vrasjen, urrëtitjen, xhelozinë. Hoxhallarët e luftojnë. Meriti ndëgjojnë në YouTube ose të gjithë hoxhallarët, pa marrë parasysh ka janë dhe s'janë, të gjithë flasin për këta tema. Mere grupin tjetër, kush do që është, që dalin e për mediume, flasin e mundohen, shife qëfar debati bëjnë. Ato këto ligjeratat që kanë 99% të hoxhallarëve për mirëqenje, për mirë, ato nuk i mshefin, janë pikë. Ju flitni se duhet mu martu me çikën e minxës. Ju flitni se duhet mu martu me çikën e tezës. Ju jeni kundër flamurit kombëtar. Ju kështu, ju ashtu. Ata njerëz edhe kemi përmend shumë, ata njerëz që ose nuk dinë, ose paguhen për me luftu fen, ose janë xhelos ndaj hoxhallarëve. Edhe ato e kanë problem se ne të partë jemi. Nga do popullë. Nëse ai që dikush mundet me qenë ai. Ai mundohet me fol, sa do të që fol. Hoxhallarëve s'njeh shkon. Jo pse hoxhallarët janë më të ditur, as më të mençur. Po pse mundohen me tregu të vërtetën. Edhe ne kena ballafaqur me probleme, se nuk o lehtë me thonë të vërtetën këtë kohë. Se dikush preket. Për shembull se flet për kamatën. Po dikush mundet me ta çuni selam nëpër telefonet e nëpër njerëzve. Pse ti hoxha fol për mua? Ne folim për gjithësi, nuk folim me emra të përveçshëm. Po. Nëse fol për prostitucion, për gjithçka që fol. Është pak problem se njerëzit nuk të kuptojnë si do unë. Ama ne e kena për borxh dhe obligim me u tërheq vërejtën të gjithë njerëzve, po sigurisht popullit tonë.